Ju po thoni një gjë të rëndësishme. Ç'mendojnë dhe ç'thonë ata që janë Partia Demokratike, njerëzit, antarësia, të ata që shkon dhe ti. Por ndërkohë ka një konsensus që te ajo pjesë që presin. Aty janë duke pritur. Presin, e kam të përmend disa herë si të shkretire tartarve të Dino Buxhatit. Presin. Por ka një konsensus që Berisha të ri kryetar, derisa ndoshta të mos jetë edhe kështu, biologjikisht, ata që janë aty. Si shpjegoni këtë? Pse nuk flet askush aty brenda? Apo mjaftojnë me disa poste dhe benefite dhe rinë aty dhe presin? Unë i uroj jetë gjatë, zotit Berisha. Sigurisht. Unë nuk jam, madje këto janë makabritete, po themi, edhe në të menduar, po ka një problem. Njerëz janë mësuar me privilegje, e ka privilegje të pamerituara, se kush e merr, shikoj çka ka ndodhur për shembull. Po t'ishte lista e hapur dhe një kod zgjedhor, siç e kanë propozuar, që të jetë 100% me lista të hapura, deputetët do t'ishin, për shembull, do t'ishin shumë të kujdesshëm në raport me votuesin, sepse votuesi do t'i zgjidhte. Sot t'i zgjedh kryetari i partisë deputet. Dhe detyrimin e ke aty. Detyrimi është te kryetari i partisë, nuk është tek të tjerët. Por ka ndodhur edhe në përplasjen e kaluar që kishim ne. Se jemi tani në kushtet në të kundërtën. Për shkak të humbjeve të zgjedhjeve, Lulzim Basha ishte përpara një, po themi, pakënaqësie masive në po themi, në andarësi, por mbështetej thuajse përveç 2 deputetëve, të gjithë ishim në tjerët në një qendrim apo e mbani mend. Lere kryesia në 100%. Ja, për shembull, nga partizanët e doktorit është Gjekmarka. Por ama ka një gjë që deri dhe ky që Ali Mehmeti që kisha unë këtu. Të gjithë. Edhe ai ishte bërë me doktorin. Që dy përgjigje se ka një element që duhet të përgjigjen kjo. Ora nëse janë të gjithë, po themi, apo një pjesë e personazheve apo personaliteteve politike të partisë në kuptimin e drejtimit personalitet, të kuptohemi. Janë në një anë, po atëherë pse kanë frikë nga vota? Garojnë. Pse kanë frikë nga vota? Garojnë. Kjo është pyetja. Po kjo është pyetja që s'ka përgjigje. Përgjigja mund të jetë kjo. I interesat personale që prevalojnë ndaj interesave të demokratëve në radhë parë që ne përfaqësojmë, por dhe të shoqërisë. Shoqëria kërkon një parti demokratike që të jetë alternativë serioze për ndryshuar pushtetin dhe për të sjellë rotacionin. A fiton Partia Demokratike duke përjashtuar njerëz nga zgjedhjet e 11 majit, se thuhet pak. Po zgjedhjet e 11. Po shtron një pyetje që duhet ishte shtruar 20 vjet më parë. Po dakord, po tani grupet armiqësore të Partisë Demokratike që pa numër. Tani ka një problem. Zgjedhjet e 11 majit 2025, Partia Demokratike ka marrë rezultatin më të dobët në 20 vite. Më të dobët. Mbas zgjedhjeve të 11 majit, në Partinë Demokratike nuk ka asnjë afrim, po ka vetëm largime. Është larguar i pari i primareve të Elbasanit, e para e primareve të Fierit, i pari primareve të Dibrës, të Kuksit, janë larguar drejtues nga Partia Demokratike. Ora, si Partia Demokratike bëhet me madhe, me bashkuar, me fortë, që ishte motoja e zotit Berisha? Në cilën formë bëhet? Duke i përjashtuar gjithë. Dhe pyetja pasaj që unë besoj ju e ndeshni në çdo tavolinë, nisur nga këto, ka është një perceptim i përgjithshëm që unë nuk po jap përgjigje sot, po bëj pyetje. Ora mos janë bashkë palët? Me Dramën. Po me kë, me ty? Po edhe me ty. Jo me mua se unë s'jam dikun diku. Po mirë, po them se unë po them kjo është një pyetje që është një perceptim i përgjithshëm tek njerëzit. Si ta shkundim në këtë perceptim? Po tjetra, ore mban përgjegjësi kryetari i partisë që thotë çdo javë do ta hedh në lanë Edi Ramën. Vinë njerëzit, janë ronja ata që vinë protesta, kemi një pyetje që është më e rëndësishme, besoj në këtë. Po. Ky është një proces tani që nga mes marsi brenda 2 muajsh pra jemi në zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike dhe Sali Berisha sipas me përfundon kryetar. Ta marrim në mënyrë hipotetike që përfundon ai dhe ti nuk pranohesh aty të gjitha. Ti do shkosh drejt për ta kërkuar ligjërisht të gjë. Edhe njerë. Pavarësisht se nuk do të japësh armë Edi Ramës e të gjitha. Pyetja është shumë e thjeshtë. Ti, zotëri, si do mbrohesh? Do mbrohesh ligjërisht për këtë? Unë do ju përgjigj shumë shkurt. Statuti nuk e lejon. Me mua nuk e ka njeri kollaj. Nuk më përcakton dot asnjëri rrugën që unë ndjek. Në këtë betejë unë kam të vërtetën me vete. Partia Demokratike, zotëri, nuk është fituese në këtë formë.
Nuk fiton dot më. Ore ka flukse opozitare, kisha dje takim me intelektual, njerëz të cilët kanë mendim, kanë reputacion, kanë kontributa, nuk i mbledh dot më kështu, ky zotëria, nuk i mbledh dot. Sepse njerëzit janë të zhgënjur për shkak të konsumit, për shkak të premtimeve të erpasershme, të pambajtura, për 1000 arsye tjera. Dhe në vend që të gjenim një zgjidhje, se e pati e di cila do të ishte zgjidhje, po të ishte një kryetar partie që do të donte një parti fituese, pasi nisa unë këto takimet, që ju i keni parë që kanë qenë plot me demokratë. Ndoshta fituese që ai tani italian. Fituese për shkutim. Unë them të fitosh pushtetin, më për demokratë. Pushtetin. Atë thotë. Po ka dhe njerëz që s'duan të fitojnë. Unë po them, pra këtë duhet ndajmë, jo fitime personale, fitimin e pushtetit, fitoi Partia Demokratike. Çfarë shqetësimi kishin, të diskutoj, dhe të jepnim zgjidhje të gjithë problemeve që unë them, dhe të vendosnim si norma statutore. Tani unë kam një pyetje, pra nuk është e lehtë me ty, unë kuptoj që ti do të shkosh për të mbrojtur deri te ligji. Unë po them që të drejtat që të jep, që janë të patjetërsueshme, janë të drejtat patjetërsueshme. Domethënë edhe në përfshi këtu janë disa të drejtat që jep ligji. Ligji njeh të drejtat natyrore këto, të drejtat natyrore. E di cilat janë drejtat natyrore, drejta për të jetuar. Janë disa drejta. E drejta unë vetë përcaktoj vetveten se ç'jam, mos më përcaktojnë mua ça. Qartë. Karagjollliqe. Okej. Të gjitha pas gjithë këtyre tani, në fund në datën mëngjesin e datës 24 maj, doktori del kryetari i Partisë Demokratike. Ti tani do vëjosh të qëndrosh aty, apo... Zotri, unë jam një fazë që mendoj, unë do t'jem në Partinë Unë do t'jem Partinë Demokratike. Dhe do bëj gjithçka që Partia Demokratike t'jetë fituese. Unë sot mbroj interesat e demokratëve, të cilët janë pa punë, janë në represionin e qeverisë. Por të t'ju them edhe një pyetje tjetër. Është autokraci kjo për Partinë Demokratike, është regjim. A është regjim? Po. Të gjithë njerëzit që na ndjekin, që janë demokratë opozitar, që do na ndjekin, që po na ndjekin tani, e dinë se sa e vështirë është të mbijetosh me Edi Ramën. Janë larguar nga Shqipëria zotëri, njerëzit. Së i ventatime, i KMT-ra, gjoba, ku di unë, qatë inspektoriatet munden, i shkojnë edhe i mbysin. Tani një pyetje kam unë edhe këtu do të mbyll. Ore mos jo shkojnë bizneset mirë disa tjerëve në Partinë Demokratike, edhe nuk duan që të fitojnë. Po unë jam këtu për të përfaqësuar interesin e demokratëve, jo interesa personale. Dhe do ta bëj këtë betejë me argument. Ti do të vazhdosh për interesat dhe jo këto interesat që kanë tani politika shqiptare që të rrëmbejnë interes publik, edhe për shkak të moshës, edhe për shkak të sakrificës që kanë bërë, edhe për shkak të mendësisë dhe mbylla, unë mendoj që ne duhet ta çojmë në një etap tjetër Shqipërinë, duke e demokratizuar. Çfarë diferencë ka nëse ne jemi si Rama, si do fitojmë nëse Rama ka burime zotëri, ka shtetin, ka para, ka krimin, ka ku diun ndërkombëtarët që me lobimi bën. Si do fitojmë ne duke qenë një model i njëjtë? Ne duhet jemi ndryshe. Zoti Saliani, të falenderoj shumë dhe ti qofsh që ke gjithë këto shpresa dhe ëndra në këtë vend ku botën e ndryshojnë idealistët. Ti qofsh, ti qofsh unë të uroj, domethënë. Unë njoh realitetin, jam tek ose besoj. Ne që kemi parë dëgjuar si natyrë jam realiste, por unë nuk triqem nga betejat kur mendoj që janë të drejta.